47 pak ka rëndësi. Mirë po që ka pam na është një diagnozë e gabume për çka është Kurti. Domethënë opozita ka thonë gjithmonë që Kurti është froth, ka lënë rrezon veten, në ndërkohë që shpjegimi i PSD-s ka qenë që Kurti nuk është froth, nuk ka lënë edhe diagnoza ju ka dhënë e gabume rrjedhimisht edhe ilaçi është t'u jep i gabu. Kështu që ai rezultati i shkurtit, egzaltimi që ndodhi në masë, që u dobësu Kurti, ishte një farsë, faktikisht ishte një mobilizim i votës kundër Kurtit, edhe një shpresë për opozitën, mirë po nuk u shfrytzu si duhet, nuk u kapitalizu për opozitës, sepse opozita nuk pati as tendencën më të vogël për me bo qeverinë opozitare, rrjedhimisht ai mobilizim i votës anti-Kurt ra në këto zgjedhje. Diçka që për mu nuk është as gëzim, as i dhënim, sepse nuk ka qenë befasi, po ka qenë paralajmërim shqetësim i PSD-s prej kaq kohësh. Kemi ndajt pak anash këto zgjedhje, sepse nuk kemi dashur me çu sinjale që nuk po i ndihmojmë opozitës, por në anën tjetër opozita nuk i ka ndihmu vetës. Edhe kjo fatur për dështimin e opozitës edhe rritjen e Kurtit nuk i shkon kërkuj tjetër përveç se liderëve opozitar. E këtu me radhë nis nga PDK-ja, nga Lumira Abdigjiku, Tutje dhe nga Ramush Haradinaj. Po mos hyjmë pak në hak shumë, sepse ka disa momente kur dikush është në kulmin e tij të popularitetit një lider. Dhe liderët e tjerë çfarëdo që nuk bëjnë gabime dhe ofrojnë opsione nuk është që ngjizin dot në votë. Faktikisht politika Arben e dim na që është investim i gjatë, investim që shë ka bu Kurti dhe ka bu lëvizjave të vendosje gjatë. Fatkeqësisht jo të mirën e Kosovës, mirë po ka mjell diçka, edhe ka shty diçka, edhe ka tregu që po i qëndron qasaj. Që ka bu opozita është ju ka përshtat kërkesave të Kurtit. Kur u zgjat Bedri Hamza në kryet PDK-s, e bona një video dhe më kritikun pse se tashti PDK-ja ka mu rritë se që kjo është qaj vendimi nevojshëm që i vynë PDK-s për mu të regu që ka demokraci, edhe kjo arë si nevoje jashtme të cilës PDK-ja ju përshtat. Ne po thojmë që nuk është në pyetja është Arben Ahmetja kushtrimi.